Kimul Vezën i vjen matni me drejtësi. Jo veç peshoret e perimeve të pemëve, jo. Matni me drejtësi njerëzit, mos e jeni haknjerit, nëse këtë meriton, është kuadra, jepeni vend të merituar. Andaj nëse njerëz masin me peshorin e Allahut te barekutaala, kuadrat e afta nuk bredhen rrugëve, nuk qesin kafe, po janë vendin ku meritojnë. Nga se standard nuk bëhet përkatësia partijake e afërsia me pushtetin, por bëhet drejtësia që njeriu e meriton me fitu. Apo? Ma shpesh njerëzit paragjikohen mbi bazat të përkatësisë, të pamjes, të adhurimit, të besimit, dhe këto fatkeqësisht janë pengesa që njeriu të avancohet. E kjo zullum, kjo padrejtësi, nuk bën me qenë kështu, nuk ndodh në drejtsinë e Allahut shumë. Andaj të ndrozë, Allah na mëson qimul wazn wala tukhsiru al-mizan. Që Allahu thot matni me drejtësi e mos e prishni mizanin. Mos e prishni. Se ka një që e prishni mizanin. A ke pa për shembull të ndrozë? Ajo është e përcaktuar, 1 kilogram sa është. E përcaktuar është sa është, apo? Sa grami ka, miligram sa i ka, është e përcaktuar. Edhe nëse peshoni është e shtrënguar si duhet, apo ajo më drejt, gjithë ka dhënë 1 kg sa është. Ama nëse ai zotnia është lakmiqar e ja lëviz pak rrotën për mas, apo 1 kg del aty, po 1 kg në kesë nuk është, apo? Prandaj edhe njerëzit sot deklarata thojnë, ata flasin, na duhet të qenë të drejtë dhe të njeriut, ama dikush është ka ja prek rrotën për mas, apo e tani s'po del gjithë ka i killa, thon. Do drejta po jam për da, mas jam për da. E pse s'po më del mua që është drejt për njëjtë? Pse kur dikush për shembull po kërkon me pas liri, ka drejt. E kur dikush po kërkon njëjtin se me kërkulli, ajo është rrisk ka drejt. E pse më rrallapta? Me çfarë peshoni për mati? Dikush e ka nguc paget për mas. Dikush e ka nguc se nëse është e drejt, të komë kon drejt. Andaj Allah tha, mos e ngusni, lëni se ka da Allahu xhallahu drejt, kur do që meriton këna mja dhon. Andaj pejgamberi s'ka ka marr hakun kërkuina atë. Drejtësi. Drejtësi apo. Sa e mund me hulumtu njët pejgamberi s'kan gjet asnjë rast kur ai ka shkel mbi drejtsinë atë. Kur shikoni për shembull hartën e parë që ka ndëshuar me jehuditë e Medinës atë. Që kozoj karta e parë e drejtave të njeriu që ka ndëshuar. Kush e ka prish? Kush e ka prish? E ka prish jehuditë, kanë tradhu. E u dosh pastaj me masa me i dëbue kështu më radh. Kur pejgamberi s'ka qenë i pari, ai që ka prish marrëveshjen. Kur ka bu marrëveshjen në Hudebie të disfavorshme në aspektin e jashtëm me vetën dhe pasuesët e tij. E dini marrëveshjen në Hudebie. Edhe pse ka qenë e favorshme për Kurajsht e Mekës, prap s'kan bu sabër, një vjet e gjithë kanë prish atë. Ka se njerëz që se kanë drejtsinë parim, s'mund me tu me ta bën. Nga se dallon me pas drejtsinë parim njët, edhe se shet për kur gjë, edhe nuk e shkel për kur gjë, edhe me pas drejtsinë interes, që e përdor kur ki interes. Kur s'ki interes e mshel apo. E fatkeqësisht në shumicën e rasteve sot drejtësia nuk është parim, është interes atë. Prandaj ja lëviz atje përmas peshorës qysh i përshtatet interesave të tij apo. Ky ban, ky s'ban. E pse?